fondet buxhetore apo fondet e bizneseve se takon inovacionit, zhvillimit teknologjisë e tjerë, ato janë aq simbolike sa krahasohemi vetëm me Bosnjën në vendet e rajonit. Kështu që parë në këtë këndvështrim, ajo ka qenë një mekanizëm përmes të cilit përfituesit tenderave sekret të qeverisë të Akshit. Pikërisht se pam zotin Ermal Beqiri, zotin Ergus Agasi kishin 7 kompania. Bëhet fjalë për rreth 700 milion euro të dala nga buxheti i shtetit me tendera sekret që si dikush, edhe njëkohësisht kontrolluar nga një numër shumë i kufizuar, 2-3 kompani, përfshirë familjarë të afërt të kryeministit Rama, dhe në këtë këndvështrim me sa duket, numri i madh i kompanive të krijuara ka shërbyer si mekanizëm për të fshehur burimin, edhe njëkohësisht për të shmangur më tej taksave. Dhe ky park, që vetëm emrin ka të tillë, është pikërisht një mekanizëm përmes të cilit këto para me sa duket edhe do të pastroheshin ose domethënë janë krijuar mekanizmi i tillë që atë çfarë Bashkimi Evropian nuk e lejoi të vendosesh legislacion kur diskutohesh për inovacionet, për IT-n e tjerë në kuadër të përshtatjes së direktivave të Bashkimit Evropian, ne kemi nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit dhe asociimit. Për këtë arsye u shpik një mekanizëm tjetër, u gjet një mekanizëm tjetër duke marrë një model Estonia apo diku tjetër, por atje ka universitete, ka kreativitet, ka krijimtari nga të ri dhe grupe tjera të interesuar të kësaj fushe, dhe ka aftësi për të prodhuar dhe për të eksportuar. Ndërkohë, në kuadrin ligjor që ne kishim dorë ditën e djeshme, që është akoma në shqyrtim mas një jave, mos gaboj fiks sot një javësh në kuvend për të miratuar dhe do miratohet me siguri, janë parashikuar dhe lehtësira të tjera që lidhen me lehtësirat doganore. Mirë, po koncepti i lehtësirës doganore është vend i mbyllur, i izoluar, i kontrolluar e tjerë, gjë që kur bëhet fjalë për produkte virtuale të tjera janë diskutueshme edhe në perëndim, jo më në vendin tonë që ka 50% ekonomisë jashtë kontributeve. Për radhën më thjeshtë për shikuesin, a është kjo një parajsë fiskale e krijuar brenda vendit? Për shqiptarë, sepse natyrisht u premto për investitor të huaj një gjashtë si PPP, në një farë kuptimi po, sepse kur bëhet fjalë për aktivitetet kësaj natyre, gjithmonë cili është qëllimi që ka pas ligjvënësi kur është miratuar këtu e 4 vjet, 5 vjet përpara. Qëllimi bazë Qëllimi në letër ka qenë të tërheqëj nomadit digjitale, të zhvilloj aspekte që lidhen me teknologjinë dhe shkencën, të hap vende të reja pune, por dhe të ketë kontributën tatime takse. Ne na ndodhe kundërta. Dhe ajo që mua më shqetëson nga këndvështrimi i mirëqeverisjes është që përveç pjesës së prokurimeve që shumica e taksapaguesve, qytetarëve, votuesve janë koshient se çfarë ndodh, është shqetësues fakti që është shtuar shumë pjesa e lehtësirave fiskale që qeveria u ka dhënë dhe vazhdon t'u jap klientëve të saj kryesor, duke shmangë që nga taksa infrastrukturës, investitorë strategjik, investimet në turizëm, investimet në IT e tjerë, dhe sot që flasim, Shqipëria mbledh mesatarisht në të hyrat buxhetore vjetore 27-28% të GDP-s vijnë nga taksat, tatime taksat.